Në qytetin e Dibrës shënohet 7 marsi dita e hapjes së parë të shkollës shqipe në Korçë. Krahas vënies së luleve të freskëta nga struktura vendore, të dy bustet e rinindas vetan Said Najdeni e Josip Bageri dhe shkolla fillore e ajo e mesme bën program festiv në shënimin e kësaj dite të rëndësishme për mësimin shqip. Të nderuar përfaqësues të mediave, unë si kryetar komune, kryetari i Këshillit të Komunës, përfaqësues nga komuna, drejtorët e shkollave, tradicionalisht me 7 mars vendojmë buqeta me lule në bustat e rilindasve tanë, Josip Bageri dhe Said Najdenit. Me këtë ne festojmë 7 marsin ditën e mësuesit. Të rikujtojmë pak se në vitin 1887 është hapur mësuetoria e parë në gjuhën shqipe në kuadër të perandorisë të ateshme osmane, ku perandoria osmane dha leje për hapjen e mësuetores për meshkuj në qytetin e Korçës, drejtor Pandeli Sotiri, po sigurisht edhe kontributi vëllezërve Frashëri. Më vonë motra Qiriazi hapën edhe shkollën për vajza dhe me këtë ne faktikisht është një epokë e re në lëvizjen kombëtare shqiptare, si edhe në identifikimin e popullit shqiptar prej atëherë deri tash. Mësimi në gjuhën shqipe lirisht, domethënë mbahet edhe në shkollat tona, në nivel të 9 vjeçareve, të shkollat të mesme deri në universitete. Ne sot krenohemi që në Republikën e Maqedonisë të Veriut kemi edhe 3 universitete në gjuhën shqipe, edhe me këtë ne rumbullaksojmë, si me thanë, të gjitha të drejtën tonë për të arsimuar në gjuhën tonë amtare. Me këtë rast dua që të uroj të gjithë mësuesit, të gjithë drejtorët e shkollave, nxënësve, si edhe veteranëve të arsimit të gjuhës shqipe në komunën tonë, po edhe më gjërë, duke dëshiruar që të kenë shëndet edhe suksese në karrierën e tyre, edhe festofshim gjithmonë sa më shumë të më kështu eveniment ose fest. Faleminderit. Në udhëheqjen e shoqatës së historianëve dhe trashëgiminë kulturore përndërsa së festës së 7 marsit, në ambientet e muzeut të qytetit u mbajt manifestim kulturor për të nderuar pyetëtarët e arsimit shqip, ku prezantuan me program nxënës së shkollave fillore Penestia dhe Said Najdeni, shkolla e mesme 28 nëntori Dibër, Fiqiri Dine nga Maqellara dhe Nazmi Rushiti nga Peshkopia. Shkollat e qytetit të Dibrës mbajtën edhe nga një orë letrare në objekte shkollore dhe në qendër përfaqësues Dibër. Por si gazi pa mështri. Pra, ma ku e qof në i birë shqiptari, që për gjutë perëndis, ta shgrim që na e dha i pari, ta shgrim se alena i vetë fmis. Edhe ati u thatë po goja, që përbus ko gjuhë hynore, që në gjutë huaj kësosh nevoja flet, e të vetën e lenë masdore. Prandaj, shqiptar, çdo fes që t'jeni, gekit os, marësie qyteta, gjuhën t'huj, kur mos t'aleni, sa t'jetjeta. E për to, gjithmonë punoni. Më për gjuhën shqipe, bota mbarë, kam i njohë se qpisi ju ini, kam i njohë për shqiptar, triman za, si kur se jeni. Prandaj, ne do një fisin, marrin bregun e martësia, prej naj goje sot brorisin, me zatë fort, rofë Shqipnia. Griu e dil nga deu, gjej fuqi e dil nga bajta, të shikosh se ç'pohe Shqipja, Shqipja me germa të arta. Jep kushtrim, gjallë rilindjen, nisni prap me germa tona. Kërcasin gjithande fjalët e huaja, se ç'poheq kjo gjuhë jona. Shoqata për histori dhe trashëgimi sot më 7 mars ka organizuar një manifestim në bazë të cilit kemi bërë bashkëpunimin e shkollave të Dibrës Son dhe Dibrës Matan Kufiri. Në këtë manifestim morën pjesë shkolla fillore Said Najdeni Dibër, shkolla fillore Penestia Dibër, gjimnazi i Dibrës 28 nëntori, gjimnazi i Peshkopis dhe gjimnazi i fshatit Maqellar. Të gjithë këto bashkëpunuan me mësimdhënësit e këtyre shkollave, të cilët ishën të gatshëm që të na bashkangjiten në këtë organizim. Dita e mësuesit shënohet si një ngjarje me rëndësi kulturore në të gjitha trojet tona shqiptare.
Në këtë ditë, ne të gjithë së bashku kujtojmë mësuesit tanë të parë që na mësuan shkronja shqipe, na mësuan se si të duam dhe të respektojmë atë vend. Na mësuan poezitë e bukura të autorëve tanë të mrekullueshëm, që çdo fjali e vartë i saj të mbetet e të ngulitet thellë në mendjet tona. Sot e më shumë se 100 vite, në Korçë, u hap shkolla shqipe. U hap shkolla më e bukura në botë, që ne sot kujtojmë me madh e lehtë. Mësoni më parë në gjuhë të huaj. Në gjuhë të huaj mësoni për edukat. Se gjuha shqipe nga shkolla të larguar. Se kështu doni turq, slav e bullgar. Në qytetin e bukur u hap tempulli i shenjtë. Një tempull i shenjtë, tempull diturie, është i bekuar nga ilirët dhe pellazginjt. Për ne është një ditë e madhe luturie. Para shumë vitesh u hap një dritare, që nxënësit tanë të kenë një abetaren e bukur me shkronja shqipe. Për nxënësit është më e bukur amike. Themelet e kësaj shkolle i vuri Pandelis Sotiri. Ishte një drejtues dhe mësues më i miri. Motra Gjirjazi, 2 motra, 2 abetare, hapën shkollën shqipe për femrat shqiptare. Sot, në mbarë troje tona, feston arsimi, gëzohen lindasit, Mjeda, Trajupi e Naimi. Veteran mësues, nxënës, ju jeni yje drite, urime 7 marsin, ditën e shkollës shqipe. Madhe të kombit shqiptar. Gjithashtu një falënderim të veçantë të ditë mësimdhënësit bashkëpunëtorët që ishin të dashur të bashkëpunojnë me ne në këtë manifestim të organizuar. Do filloj me zonjën Teuta Çepuri, me zonjën Zamira Gjeleshi, gjithashtu një falënderim të veçantë për arsimtarët e shkollës Said Najdeni, Arlinda Sharofi, Shazimet Jani dhe Johona Pekmezit, të cilët organizën nxënësit për këtë manifestim. Një falënderim gjithashtu edhe për arsimtarin Arsim Kolecit, që ka përgatitur nxënësit e Polaris, sepse gjithmonë ka vijë emri, që ka përgatitur nxënësit e shkollës Venecia dhe profesorin e historisë Adonim Polari, kolegun tim që ka përgatitur nxënësit e gjimnazit Liber. Duke mos dashur të zgjatem shumë, dhe doja që të gjithëve t'ju uroj këtë festë të mbajnë gjallë gjuhën shqipe, të mos e harrojmë dhe mos përdorim gjuhë të huaja, të cilat dalë nga dalë të mundohemi që t'i vendosim në fjalorin e përditshmërisë sonë. Urime të gjithëve dhe gëzuar. Faleminderit. Muaj dijes, pendës, arsimit, i pishtarëve të pamposhtur, i luleve, po luleve, atyre luleve shumë gjyshe dhe dalluese nga muajt e tjerë. Këtë muaj kujtojmë rudhëtimin e flaktë, ku u hapën kanatët e dritareve, të shtëpive, të shkollave dhe kopshteve. E në kujtime, në frymarrjen e gjerë erdhën aromat e luleve, që sjellin në mendje bitë e mrekullueshëm, që luftuan me kushk e pen për mëmëdhen. Kaq shumë lule mblodhi ky fillim pranvere. Këto lule shumë gjyshe i përkasin njeriut më të dashur e më të shenjtë, mësuesit. Mësues. Mësues. Sa ëmbël e sa bukur tingëllon kjo fjallë. Fjallë e artë, fjallë plot kuptim. Vall, a do të mundet njeriu të mos mbushet plot kënaqësi, mburje e lavdi kur dëgjon këtë fjallë? E pamundur. Mësuesit me punën e tyre u ndryshojnë rrugën brezave të sotëm dhe atyre që do të vinë pas. Ata shpërndajnë dije në çdo skaj të vendit. Lule për ata abdetar që në përtoftotin e Dëborës dhe erën e Tufanit, në shiun e përmes Lucës, me libra në dorë, kaluan male, kodra, fusha e pyje për të hapur shkollën e parë shqipe, për të çuar kudo arsimi, dritën dhe diturin. Lule për 7 marsin, lule për qytetin e Korçës. Një tuf lule të freskëta me aromë pranverore për të marrë Said Najdeni, i cili në vitin 1888, me përpjekje të mëdha dhe guxim të pashoq, i vetëdijshëm për rrezikin që i kanosej, hapi shkollën e parë shqipe në Dibër, duke mbledhur në vetes një grup të rinj që me plot vullnet e etje për të mësuar shkrim, lexim shqip. Dibranët të inspiruar nga intelektuali Said Najdeni për hapi thënie.
Me gjuhë ruhet më mëdheu, me shkollën mirësohet kombi. Të udhëhequr nga motoja, ne mund të shpëtojmë vetëm po të edukohemi në gjuhën tonë. Rilinda si tanë punuan dhe luftuan për të ruajtur atë që është më qendrore për popullin shqiptar, gjuhën dhe shkollën shqipe. Nga të gjitha anët, lule, lule, lule. I nxorëm nga gjoksi i thellë i tokës antare, si që nxjerr dora i nënën nga sanduku i saj, kujtimin e shenjtë. I sollëm nga malet, i mblodhëm në lëndina. Kjo ditë pranvere është e tyre, flasin ata, buzëqeshin ata. Atyre u takojnë lule shumëngjyrshe, nderimi dhe urimi, gëzuar festën e 7 marsit. Shkollat e qytetit të Dibrës mbaten edhe nga një orë letrare në objekte shkollore dhe në qendrën për kulturë Dibër. Tamam,